Përmendëm ishte pikërisht ajo që Allahu subhanahu xhelle xhelalu na jep shembull faraonin, i cili ka pas pushtet, i cili ka pas pasuri, i cili arriti deri në atë shkallë që i tha vetit vet, unë jam Zoti juaj, dhe Allahu subhanahu xhelle xhelalu e fundosi në fund të detit, duke e mbyt dhe trupin e tij sot e kësaj dite skeleti i tij është argument ashtu siç thot Allah azza wa jall në Kur'anin Kerim, vërtetohet pra ajeti kuranor që Allah azza wa jall thotë sot do ta nxjerrë trupin tënd që t'jesh argument. Profeti alayhi salatu wassalam ka shkuar në Medinë, i ka pa jehudit duke agjëru. Dhe i ka pyet sallallahu alaihi wasallam se agjëroni, kanë thënë kjo është dita kur Allahu subhanahu xhelle xhelalu e ka shpëtu Musën alayhi salam prej faraonit. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam çka ka thënë? Profeti alayhi salatu wassalam ju ka drejtuar dhe ka thënë që ne jemi më përpara jush dhe ne e duam Musën alayhi salam, domethënë në hadithet më shumë se sa e doni ju, ne e respektojmë Musën alayhi salam më shumë se respektoni ju. Prandaj dhe ne do agjërojmë, mirë, por ne nuk agjërojmë musliman, nuk agjërojmë një ditë, po ka thënë profeti alayhi salatu wassalam do ta agjërojmë 2 ditë. Për ti kundërshtu ose mos të bëjmë atë që kanë bërë jehudit një ditë, por ne agjërojmë 2 ditë. Ditën sipas disa transmetimeve agjërojmë ditën e 9 dhe ditën e 10 të muajit Muharram. Ajo çka mesazhet që marrim që profeti alayhi salatu wassalam ka thënë që ne nuk bëjmë ashtu siç bëni ju. Pse? Sepse muslimani ka atë krenarinë e vet, muslimani ka atë dinjitetin e vet, muslimani ka atë personalitetin e vet, që muslimani nuk ka nevojë të pasojë dikën, sepse kjo fe është e përsosme, ashtu siç thotë i madhi Zot xhelle xhelalu në Kur'anin Kerim, el-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu bikum al-islam dina, ashtu siç thotë i madhi Zot thotë në Kur'an, sot e përsosa fen për ju dhe e kam zgjedh Islamin fe për juve. Sipas komentit ose tefsirit të këtij ajeti kuranor. Pra, mesazhi i parë që marrim prej ditës së Ashurës është që muslimani nuk e pason muslimanit qoftë në ibadete, edhe në ibadete që nuk lejohet, sepse ne nuk kemi nevojë të pasojmë dikën tjetër në ibadetet tona janë shumë qarta, feja jonë është shumë e qartë, ne duhet bëjmë atë çka na ka urdhëruar i madhi Zot xhelle xhelalu, dhe të bëjmë atë çka na ka urdhëruar pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë çka dikujt i ngelet meraku te dikush tjetër, pasoj diçka tjetër, bëj diçka tjetër, të fusi diçka tjetër në fe, filozofoj që gjëra që dhe t'i fusin fen ton, duhet të kenë kujdes, sepse do kenë përgjegjësi të madhe te Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam në një hadith shumë qartë dhe hadith shumë kërcënues për gjithë ato që mundohen që të shpifin dhe të fusin diçka në fe, për gjithë ato që mundohen që shpifin dhe thonë që e ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe profeti alayhi salatu wassalam se ka thënë, dhe ka shumë bidate të tilla që i kemi futur në fen ton të pastër dhe nuk kanë bazë as në Kur'an as në Sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Profeti alayhi salatu wasallam në një hadith thotë, kush thot diçka që pretendon ose thotë që ka thënë profeti alayhi salatu wasallam këtë gjë dhe profeti alayhi salatu wasallam nuk e ka thënë, thotë profeti alayhi salatu wasallam le ta bëj vendin e vet gati për në xhehenem. Allah azza wa jalla na ruaj. Prandaj kemi kujdes atë çka marrim, kemi kujdes atë çka shpërndajmë. Pse? Sepse po shikojmë në rrjete sociale të ndryshme përhapje tush hadithe që janë hadithe të rreme, që s'janë hadithe që s'kan baza hiç në fen ton, dhe thonë nëse bën ti këtë do të bëhet kjo gjë, nëse thon këtë do të bëhet ajo gjë, nëse bën këtë dua nesër do fitosh këtë, nëse e bën këtë lloj namazi nesër do të bëhet kjo gjë. Domethënë që kur nuk ka baza as në Kur'an as në Sunet dhe as dietarët nuk i pranojnë këto lloj bidate që i fusin njerëzit faktikisht në fet, kemi kujdes sepse kemi përgjegjësi për Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Pra, veprimi i profetit alayhi salatu wasalam duke i treguar muslimanëve që ne të agjërojmë, mirë po ne nuk agjërojmë si agjëroni ju. Pse? Sepse ne kemi fen
tonë, ne kemi personalitetin tonë, ne kemi dignitetin tonë dhe ne nuk kemi nevojë me pasu dikën tjetër të bëjmë ashtu siç bën dikush tjetër. Ky ishte mesazhi i parë për sa i përket të ditës së Ashurës. Mesazhi tjetër i ditës së Ashurës është motra e mia që këtë ditë, ditën e 10 të muajit Muharram, Allahu subhanahu xhalla xhelalu e ka shpëtu Musa alayhis salam, profetin Musa alayhis salam prej faraonit. Këtu ka mesazhe shumë të mëdha. Mesazhe që subhanallahu që nuk vjetrohen, mesazhe që pres pas brezi dhe mas vdekjes tonë dhe brezat që të vinë mbas, njëjtën gjë do të argumentohen. Sepse Allahu subhanahu xhalla xhelalu nëpërmjet këtyre historive ndodhive që faktikisht i tregon në Kur'anin e Kerim, na tregon atë që njeriu si njeri sado kalojnë vite e shekuj, mbetet njeri i cili kemi njerëz të mirë dhe kemi njerëz të këqij. Kemi njerëz diktator, kemi njerëz të mirë, kemi njerëz të cilët e duan Zotin, po kemi njerëz që luftojnë Zotin. Dhe kjo do të mbetet deri në ditën e Kiametit. Kjo do të mbetet deri ditën e Kiametit që gjithmonë do jetë në luftë e mira me të keqen. Zoti na bëf për atyre njerëzve që të jemi në taborin, të jemi në anën e të mirëve dhe Zoti mos na bëf të jemi në anën e të keqve. Allahu azza wa jall na jep mesazh në historinë e Musës alayhis salam që sado që të zjasi zullumi, sado që të zjasi padrejtësia, sado që të zjasi padrejtësia e dikujt, padrejtësia e një pushtetari, se ai e ka fundin e vet. Ashtu siç e pati fundin faraoni. Faraoni ka qenë ai njeri i cili i ka kalu limitet edhe kufit, sa arriti deri në atë shkallë që i pëlqeu vetvetja vet, se kishte pushtet, kishte pasuri, dhe kujtoi se çdo gjë që ka në dorën e tij ai mund bëjë çdo gjë. Sa filloi duke u tall me Musa alayhis salam dhe filloi duke luftu Musa alayhis salam, arriti deri në atë shkallë që i tha vetvetes vet, ana rabbukumul ala, duke u drejtuar njerëzve, duke i thënë njerëzve, un jam Zoti juaj. Ky është vija e kuqe që Allahu subhanahu xhalla xhelalu e la deri një kohë të caktuar, dhe kur arriti në atë shkallë që tha un jam Zoti juaj, atëherë hajde të shikojmë tani fuqia jote a është më e madhe se fuqia e Zotit? Asnjëherë. Mos kujtoj kur asnjëri në dynjë, sado pushtet ketë, sado pasuri të ketë, sado fuqi të ketë, nuk mund krahasohet me fuqinë e të madhit Zot xhalla xhelal. Prandaj Allah azza wa jalla ka dhënë shembull faraonin që sot e kësaj dite skeleti i tij që Allah e përmend në Kur'anin e Kerim. Kur thot i madhi Zot në Kur'anin e Kerim me tefsirin, komentin e ajetit kuranor, sot do ta nxjerrim trupin tënd prej detit që t'jesh argument për brezat që do vinë mbas. T'jesh argument për gjithë ato diktator, për gjithë ato gjakpirës që përfundimin do ta kenë si ty, nëse nuk i drejtohen Allahut subhanahu xhalla xhalla.